Pas një nisje të vështirë të sezonit, Hamburg ka shfaqur përmirësime, por për disa lojtarë situata mbetet të vështirë. Mes tyre është dhe sulmuesi kosovar Emir Sahiti, I cili mund të lërë skuadrën këtë dimër. Sipas Hamburger Abendblatt, ansori kosovar po mendon për një ndryshim të situatës në dhjetor nëse nuk siguron minutazh të mjaftueshëm në javët e ardhshme. Agenti I tij I ri po eksploron tashmë mundësitë në treg duke përfshirë huazimin apo një transferim të përhershëm. Sahiti u transferua nga Hajduk Split verën e vitit 2024 për rreth 1.2 milion euro dhe ishte titullar në 2 ndeshjet e para të Bundesligës. Megjithatë, që nga java e katërt ai nuk është përfshirë as në skuadër, pavarësisht se gjatë gjysmës së dytë të sezonit të kaluar ishte lojtar I rregullt në ekipin që ngjiti Hamburgun në kategorinë e parë dhe ndër më meritorët për rikthimin e kësaj skuadre në elitën e futbollit gjerman. Ish klubi I tij Hajduk Split raportohet se ka treguar interes për një rikthim të mundshëm të mesfushorit. Kontrata Sahitit me Hamburgun skadon në 2027, por nëse situata nuk ndryshon, një largim në janar është I pashmangshëm.